I gjithë Kosova i ka sytë rinumrimi plot i votave që urdhroi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas dyshimeve për manipulim të numrit të votave për kandidat për deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. KQZ-ja mori këtë vendim pasi vërreti mos përputhje në votat e kandidatëve. Fillimisht ajo nisi rinumrim vetëm në 1/3 e vendvotimeve, duke konfirmuar se rezultati i kandidatëve po ndryshon, ndonse jo i partive. Më 19 janar, KQZ-ja vendosi edhe për shkarkim të përfaqësuesve politik në Komisionin Komunal Zgjedhor në Prizren, pasi aty u vërejtën shkeljet më të mëdha. Dallimi në vota për disa kandidatë atje shkon në mbi 6.000. Kjo diferencë po u rrezikon ulësat në kuvend disa figurave, siç është rasti i ministrit në detyrë të zhvillimit rajonal Fikrim Damka nga Partia Demokratike Turke e Kosovës. Njës të këtyre çështjeve besojnë se ky është cënimi më i rëndë që i është bërë procesit zgjedhor në Kosovë prej vitit 2010. Por si besohet se ka ndodhur manipulimi? Në qendrat komunale të numrimit, secili fletvotimi ju nënshtrohet disa kontrolleve. Fillimisht, fletvotimi lexohet me zë të lartë nga një numrues, më pas shfaqet në ekran përmes kamerës dhe regjistrohet në sistem elektronik nga një zyrtar tjetër, ndërsa një person i tretë e verifikon fletën. E manipulimi besohet se bëhet në fazën e leximit të votave për kandidat. Numruesi mund ta ndryshojë verbalisht numrin e kandidatit të votuar duke e zëvendësuar me numrin e një kandidati tjetër. Kështu, sistemi regjistron vot për kandidatin e gabuar, edhe pse fletvotimi real tregon diçka tjetër. Njohësit e këtyre proceseve besojnë se ky problem do të mund të shmangej nëse do të ekzistonte skanimi teknologjik i fletvotimeve në vend të numrimit tradicional nga personat fizik. Kush duhet të ndëshkohet? Prokuroria themelore në Prizren vetëse e ka autorizuar Policinë e Kosovës që t'i identifikojë personat përgjegjës dhe t'i sigurojë provat e nevojshme. Zyra e kryeprokurorit të shtetit bëri të ditur se koordinatorja nacionale për zgjedhje, prokuroria Laura Pula, ka kërkuar nga kryeprokurorët e të gjitha prokurorive themelore që në të gjitha komunat ku ka përfunduar procesi i rinumrimit të votave të fillojnë grumbullimin e informatave dhe provave të nevojshme që vërtetojnë kryerjen e ndonjë vepre penale që ndërlidhet me procesin zgjedhor. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se ky gabim nuk mund të trajtohet më si gabim teknik apo njerëzor. Duke qenë se prej rinumrimit po rezulton se ka edhe shtim edhe heqje edhe fshirje ose regjistrim të pasakt, atëherë këtu kemi të bëjmë me elemente që bien drejt për drejt në nenin 216 të kodit penal, falsifikimi i rezultateve të votimit, ku aty çdo manipulim i qëllimshëm i votës apo i rezultatit zgjedhor përbën vepër penale dhe dënohet me zogim prej 1 deri në 3 vjet. Nga dikush që nuk është i përfshim në punën zyrtare në regjistrim. Por nëse në këto shkelje përfshihen zyrtarë të komisioneve zgjedhore, dënimi është edhe më i lartë. Kjo bie që ata keq përdorin pozitë të rikë rritet prej 3 deri në 5 vjet burgim. Në këtë rast nuk mundemi me i shmong në fakt edhe kandidatët për deputet, me qenë se ata automatikisht mund të jenë edhe përgjegjës për paragullësitë që mundën me ndodhë gjatë numrimit të votave, nëse përgjegjësia e tyre mund të lindë dhe të provohet se ata kanë urdhëruar ose kanë organizuar veprimet pa lehtësi që lidhen me manipulim të votës. Disa deputet që kanë dallime në vota kanë reaguar publikisht, duke thënë se manipulimet janë bërë pa dijeninë e tyre dhe që veprime kësaj ua kanë njollosur personalitetin. Jakaj nga IKD-ja dhe organizata tjera në Kosovë besojnë që rinumrimi i plot i votave është zgjidhja vetme me që ka rrezik të zbulimit të veprave të tjera penale, por një proces i tillë ka implikimet e veta. Kosova duhet të formojë sa më shpejt institucione të reja pas zgjedhjeve në mënyrë që të miratoj buxhetin e shtetit, marrëveshjet ndërkombëtare si dhe të shmangë zgjedhjet të reja për shkak të pozitës së presidentit. Njës të proceseve zgjedhore e ligjore insistojnë se Kosova duhet të prodhojë rezultat të saktë zgjedhor, që KQZ-ja të angazhoj staf shtesë për të përshpejtuar procesin e rinumrimit në mënyrë që të mos cënohet në të ardhmen as formimi i institucioneve të reja.